Atëherë kodi i drejtësisë penale për të miturit, i miratuar në 2017, i ka mundësuar dhe Republikës së Shqipërisë që të arrijë dhe të parafrojë standardin e trajtimit të miturve në konflikt me ligjin me vendet e Bashkimit Evropian. Kodi i drejtësisë penale për të mitur është një akt ligjor i shkëlqyer në zbatim në Republikën e Shqipërisë, i cili mundson të miturit në konflikt me ligjin për një gabim të saktuar të moshës, në moment që ka përmbushur përgjegjësinë penale, që mos të ketë pasojë dhe mos të vuajë të jetën në shënimet e vet të gjendjes penalitetit, gabimin e saktuar të kryer një moshë të saktuar. Nëpërmjet kodit të drejtësisë penale për të miturin në konflikt me ligjin, të cilët bien për të parë në konflikt me ligjin, mundësohet masa e shmangjes nga ndjekja penale, e cila ju mundson si alternativë këshillimin me familjen, këshillimin me të miturin, krijimin e kushteve dhe të rrethanave më të përshtatshme për ndjekjen e formimit shkollor, për ndjekjen e aktiviteteve sportive dhe kulturore. Zakonisht, numri të miturve në konflikt me ligjin në qytetin e Vlorës ka qenë gjithmonë relativisht i ulët dhe përpasoj ka qenë dhe relativisht e ulët dhe raporti vlerësimit për të miturin në konflikt me ligjin. Po gjithmonë është patur parasysh interesi më i lartë i të miturit për zhvillimin e tij kulturor, për zhvillimin e tij arsimor dhe për zhvillimin e tij njerëzor, në rastin që ka pasur çështje në trajtim me të miturin në konflikt me ligjin. Mund të them që qoftë nga prokuroria pranë gjykatës shkallës parë të ryktësimit të përgjithshëm Vlorë, qoftë nga dega territoriale e shërbimit të provës Vlorë, çështjet që kanë të bëjnë me trajtimin e rasteve individuale ose vlerësimin individual për të miturin në konflikt me ligjin, janë parë gjithmonë me përparësi dhe duke i dhënë mundësi të miturit që të vazhdojë sigurt në formimin e tij njerëzor, formimin e tij arsimor dhe që të mundohet që të kuptoj nga gabimi i saktuar dhe po flasim gjithmonë dhe për vepra të lehta penale. Pra në qytetin e Vlorës në lidhje me të miturit nuk kemi të bëjmë me shkelje të qëndësishme dhe të shqetësuese të sigurisë dhe të rrethanave dhe marrëdhënieve juridike në shoqëri. Flasim për vepra penale, për shembull drejtimi i automjetit në mënyrë pa rregull, e cila mundsohet edhe nga drejtimi i skuterave elektrike apo motorave elektrik që tani nga qeveria po mundohet që të bëhet dhe tutelimi dhe përsaktimi i qoftë i kategorisë së patentës të nevojshme për drejtimin e tyre, qoftë dhe për rregullat e qarkullimit rrugor në qytet. Pra, nuk është se vjen si pasojë se ne kemi probleme me të miturit në qytetin e Vlorës ose me formimin e tyre sociokulturor. Vjen si pasojë e zhvillimit teknologjik të shoqërisë për nevoja të cilat janë duke u tuteluar dhe normuar nga legjislatori.